Artroza e nyjeve në përgjithësi në veçanti e gjunjeve dhe kërdhokullave paraqet një prej problemeve më të shpeshta në ortopedi. Kjo është një problem i shpeshtë për shkak se has ose i prek një numër të madh të njerëzve, edhe zakonisht fillon prej moshave më të shtyera. Në raste të caktuara, kjo patologji fillon edhe në mosha më të reja, zakonisht e persona të cilët janë mbi peshë ose të ata të cilët për shkak të profesionit kanë ngarkesa ose çndrime të gjata në këmbë. Si patologji, pra janë mjaft të shpeshta, të cilat i hasim në tërë grup moshat, sidomos pra në popullsinë e vjetër, edhe kërkon një kujdes të veçantë. Nëse paraqitet në fillim, pra zakonisht me persona të cilët kanë dhimbje të gjunit, dhimbje të kërdhokullës ose dhimbje të nyjeve tjera, pra fillimisht duhet që të kemi kujdes ta përcjellim atë pacient. Në përgjithësi pacientët që paraqiten janë pacientë të moshës mbi 50 apo 55 vjeçare, dhe tek këta pacientë pra fillimisht ne fillojmë që e vlerësojmë përmes një rentgenit shkallën e artrozës, që mund të qenë prej shkallës fillestare deri te shkalla e 4, ku paraqet pra një bllokim gati komplet të nyjes. Arsyeja që i shtym pacientat më shumë me ardhur në vizitë është kur ata e shohin që dhimbja paraqitet sidomos shkallëve, pra gjatë nxitjes ose zbritjes së shkallëve, që tregon që gjuni pra është shpenzu kërca, përkatësisht ajo yndyra që i referohemi në popull, edhe kjo paraqet domethënë tregon që pacienti është në një nivel më të avancuar të sëmundjes, pra shkalla e 2 ose e 3 e problemit, edhe kjo i bën që pas disa tentimeve që tentojmë vetë me menaxhu sëmundjen me analgjetik ose me produkte tjera, varësisht çush kanë dëgju, i bën që me ardh tek ortopedi. Ne i bëjmë testet tona klinike, ku ekzaminojmë gjurin, kërdhokullën, në raste të caktuara edhe krahun, edhe në bazë të testeve klinike ne kërkojmë një radiografi, një rentgen të thjeshtë që me mujtë me pa pra sa shkalla e artrozës. Mandej edhe trajtimi ka me u varë prej shkallës së artrozës që vlerësohena në rentgen, por edhe prej ankesave të pacientit. Pra në përgjithësi qëllimi nuk është me trajtu në rentgenin, mirë po është me trajtu pacientin. Për shkak të dinamikës së jetës, kemi pa që artroza ka fillu viteve të fundit më paraqitet edhe te personat e moshës më të re, edhe kjo ndodh zakonisht ose për shkak të mbipeshës ose për shkak të lëndimeve që i kanë pas ata gjatë jetës së tyre, për shkak se janë marrë me aktivitete sportive, kanë pas lëndime ose për shkak të punës fizike ose ngarkesës më të madhe që e kanë pas, dhe tash e shohim pra që ky dëmtimi i kërcit ose çaj shpenzimi i yndyrës ka filluar me ndodh te moshat më të reja, dhe kjo paraqet një problem tjetër për shkak se menaxhimi te këta persona dallon prej atyre të moshës më të vjetër. Në përgjithësi pra si linje parë e trajtimit ka me qenë menaxhimi me barna kundër dhimbjes, me modifikim të aktivitetit, me humbje të peshës, eventualisht edhe përdorimi i suplementeve të ndryshme që është kolagjeni. Qëllimi është pra që na me mujtë me forcu masën muskulare, që pesha mos me ra në gjuhë, mirë po me qenë pra masa muskulare si bartësi i peshës, normalisht me menaxhu dhimbjen edhe me tentu pra me ushqy kërcin. Si akti i dytë i trajtimit, pra kemi dhënien e injeksioneve të ndryshme intraartikulare, po brenda nyjes, që mund të qenë brenda gjunit, kërdhokullës ose krahut. Këto prap kemi disa lloje të injeksioneve që përsëri i vendosim se cila në bazë të indikacionit, pra në bazë të shkallës së artrozës, të moshës edhe nevojave të pacientit. Zgjidhja definitive është implantimi i endoprotezave totale që bëhet në gjunjë, në kërdhokull, edhe në nyjen e krahut po ashtu. Çka nënkupton kjo? Kjo paraqet një ndërhyrje invazive, kirurgjike pra, ku ne bëjmë zëvendësimin e nyjes, zëvendësimin total të nyjes, qoftë e gjurit apo e kukës, me vendosin e një implanti. Këto implante pra janë implante të cilat janë mjaft mirë të testuara, jo vetëm të testuara, por janë të dëshmuara në nivel global. Fatmirësisht edhe në vendin tonë kemi pra disa prej atyre implanteve që ne i vendosim në pacientët tonë. Përkundër është një ndërhyrje e madhe për shkak se kemi të bëjmë me zëvendësimin komplet të nyjes, është një prej ndërhyrjeve me kënaqësinë më të madhe në krejt mjekësinë. Arsyeja pse është kjo, është për shkak se pacientëve ju ndalet dhimbja. Pra, me njerë pas operimit, ata fillojnë me ecë pa dhimbje,
edhe mundet me i kryu thuajse të gjitha aktivitetet. Normalisht kanë kufizime të caktuara që prapë kam u varë pak prej moshës, prej peshës, prej aktivitetit që e kërkon ai pacient, mirë po në përgjithësi kënaqësmëria është shumë e lartë. Në nivel global, ashtu edhe tek pacientët tonë, por mbi 85% e pacientëve referojnë menjëherë që mas, si më thonë, 2-3 javësh thonë kur përbojnë edhe gjunin tjetër ose kukën tjetër, për shkak se çaq shumë është mërzit jeta aty me dhimbje vazhdimisht, edhe për një moment bëhet operimi, menjëherë mas operimit ata janë shumë të lumtur për shkak se mundën me ecë pa dhimbje, nuk janë më barë për familjen, edhe prandaj kjo paraqet një prej metodave më të mira në mjekësi për largimin e dhimbjes, po edhe për kthimin e lëvizjes.